Një ish pilot nga New Yorku beson se ka gjetur gjurmë të avionit të zhdukur malajzian në brigjet e Tajlandës, pasi e ka kërkuar mes mira pamjeve satelitore në internet. Michael Hobel, 60 vjeç, ka shpenzuar orë të tëra duke studiuar pamjet dhe më pas ka hedhur ato që ai konsideron si prova në një faqe shumë të njohur interneti, tomnod.com. Piloti shprehet se ishte shokuar kur zbuloi se avioni i zhdukur 2 muaj më parë doli në ujërat e bregut verilindor të Malajzisë. Në perëndim të Tajlandës, pamjet ishin realizuar disa ditë pas zhdukjes së avionit. Hobel tregon se ka përdorur shkallën matse në pjesën e sipërme të hartës, në faqen e Tomnod, dhe ka krahasuar atë me të dhënat e avionit për të arritur në përfundimin se figura e bardhë që ai pa ishte në masën perfekte. Faqja e internetit Tomnod lejon përdoruesit e internetit që të kenë akses në miliona fotografi satelitore për të dhënë një ndihmë në hetimet rreth zhdukjes së avionit. Hobel tha se ka kontaktuar dhe me FBI-n, por deri tani askush nuk e ka marrë seriozisht teorinë e tij. Fundjavën e kaluar, kryeministri australian Tony Abbott u shpreh se kërkimet në sipërfaqe janë anuluar, pasi është e pamundur të japin rezultat. Pas një sinjal nga kutia e zezë dhe kërkimet në thellësi, nuk pritet të japin shumë të dhëna të reja. Kryeministri Abbott tha se avioni me 239 persona në bord dhe që është zhdukur prej 52 ditëve, nëse do të ishte përplasur në det, tashmë duhet kishin dalë në sipërfaqe disa mbetje të tij.